Bolivi, Kolombi, në mes xhunglës, ajo fut atë, ai mësante nga motra njeri, mo nga mamaja. Normal që mikën mendja, Allah. Se po flas shumë, Allah. Normal jam I stresum, se nuk doja, se, do më thënë, kjo do të thotë ajo s'ka inteligjencë, se njeriu zgjuar rri me mbreti, nuk rri me ushtarët. Qa mendimi keti? Ja, të themi gjë unë. Ajo e di që unë jam tiktoker I njohur, ajo vete me ata që rini te mua për në I kor buk, për në I kock. Po ti ja fut vete se te mua do haje buk, unë do të ndihmoja. Ata do të blejnë, do të lënë në balë si legene pastaj. Apo jam gabim? Tani gjoj sekondë, që të kuptojmë drejt. Të flas shumë tani. Ideja qëndron këtu lungo. Në momentin që ajo ka parë që ti je larguar nga ajo, gjëja që ajo ka menduar se është më e mira, është të afrohet me ata njerëzit e parë që janë gjendur. Që tu marri lek, tu marri në I lek, po. Normal, vëlla, gjoj sekondani. Më falë se të thash, do shprehem lirshëm. Thuaj qa të dua, fol qa të dua. Tani, profesioni I femrës, vëlla, është profesioni më I vjetër në rruzullit toksor. E di. Dhe, o sigur, dhe, vëlla, atë profesion sot e ushtrojnë femra dhe meshkuj. E kupton, kështu që, pse shgënjesh në ajo vajza, e shkrejt normale lungo. E shkrejt normale, kjo mua, e ke krejt normale. Ka prostituta burra sotore. Ti thoj, një femër më shgënjeu. Po normal që të shgënjene, rëva. është gjëja e parë që të presësh. Janë gjëra që ndodhin, po. Po normale që ndodhin, o lungo, çike këto muhabete. Kështu që ti, e para që duhet bësh është ta marrësh me sportivitet. Po mirë, unë I futa blok asaj. Blok, total. Jo, ti asaj futi tarin, po tu doli në shtet. Po. E kupton? Që edhe në byth edhe I thoi X e femër bythqire, se po flas hapur unë. Po, mirë fole. Dhe kështu e duan, vlla. E kupton? Edhe është e thjesht. Gjo problem ti. Jo, se Gjo vërtet. problem. Po një pyetje tjetër kam unë. Isha në një live, një ditë live minjish, më live me 7 veta. Ishte një barbon, shante mua, thoshte nga familja, aq më një fare, mbrapa vinte këtu bënde servilin. Qa njerëzës janë këta? Jo, ta shpjegoj më saktë. Ishte njeri në një dritare, thoshte lungo I firit, është barbon, ka bërë budalliqe në Itali, fliste për jetën time. Edhe brapa vinte mua këtu, bënde mesazhe nuk ikte nga live-i. Do më dhenë, servilizmi, do më dhenë, bënde se baja mendë, se unë e kisha parte live-i. Pa I mendonde se unë si kisha, ta jam, më kej se këto femrat, apo? Këta burrat servila, thoti? Burra servila, po. Ta janë keq fare lungo, këta nuk shikohen me sy. Ta janë keq fare, vlat, gjo muati. Ti është burr edhe servil, është lungo. Po malkove njerin thoj u befsh servil. Po I uron të keqen njerit thoj u befsh servil. Po u befsh servil, vlaj ka të gjithat këqia. Dhe keqe është, vla. Servilizm, o servil, ore, servil të amira, jo servil lilë të, nuk bëhesh. Vla, janë servilat të lindër. E tha jo qaj qurme, pa leksikone e verit. Ore vla, janë servila, gjo mua. Profesor, tani do të bëjt sa pyetje unë ti, se më ka ardhë shtek pyetje pozitive, jo negative. Normal që pozitive, vla. Tani ti je nga Skrapari? Po nga Skrapari. Nga Qepani, unë kam njerës në Qepan. E di unë nga Qepani, edhe unë njoft njerës në Qepani. Por jam më poshtë, jam më afër. E dyta, the një emër të fuqishëm dje, po mos t'ja zem emrin. Se sa është mirë. Jo, unë edhe dje kam bërë gabim, mua më futi në lojnë kushoriri vetë, edhe aje bëri për shaka, e kupton, edhe unë e thashe. Pasë më e kishe njeri unë tente mu, prandaj, mo. E kam njeri unë tim, në përmjet me fja shokëve të mi që e ka no shoko kushori, po nuk e përmend me, ma bëja lallë që e përmend me fjallë në bazë shoqërijet për bashkët, po. Po. Shoqërijet për bashkët, po. Dhe një pyetje tjetër do nga ty profesore dhe s'pyes me asgjë unë. Po. Po ta e bëjmë dhe I lojtë fundit e. Por e bëjmë. Tani pyetja është. Po.
Unë më jep një ide të bukur. Mua po më sulmojnë të tërë do marrin peng, do më rajnë, janë bërë të... Do më thënë, si shpjegohet që të TikTok janë tërë të fort dhe ne nuk jemi, dhe ne pse dukemi jo të fort, unë përshamë, po zë rastin tim. Unë jam inaquar këtu nga gjitha format, do të marrë peng, do të vinë Brazil, Meksik, Kolumbi, Ekuador, do të rajnë topoj, seman, fier. Jam kurios, unë s'po kuptoj qa bëhet Allah. Tani këta tërë të fort janë apo? Janë të fort? Do të bëj një pyetje? I kerem njëri më qafë? As njerit. Atere i bje që do të hanë karin. Jo, problemi është unë po them këte. Si shpjegohet që këtu bëj presion psikologjik, do të vi aty ku jem, qo adresën, qo numrin, qo këte dhe unë njerë dhe mërë. Janë që i fyre, o lungo, janë që i fyre TikTok-u, vla. Të unë s'po e kuptoj të në jeri dhe i besoj, unë ka frika dhe mëre. Janë, lungo, o lungo, janë që i fyre TikTok-u, vla. Por e ta di dhe unë, nga. Më tha një njeri ti e mua, jam aty ta do të ka Brazil një nga, qa thot kjo të shumë, dhe ti, po thaj aty për 2 javë, po për 2 javë dhe në Bolivi, thash unë, vla. Si do më kapësh Brazil, moti? O lungo, janë dalavere TikTok-u. Janë kotë, o vla, kuptan. Kur to e do vi do më kapë, bo, dhe ama se mos vjen, bej rolin tje, kuptan. Po ku di gja unë, gjunin o njëre. Po gjunin, bera dhemi presor, shiko pak. E bere të pash në live, bravo. Spektakl, vla. E bera dhemi, ky njeriu, ky nga Kosova është super njeri, vla. Më ka bajt e shpia, unë po bërtas, po bej. Unë dhe zagjeroj qit, po qatë bej. Shumë njeriu mirë, vla. Ma beri, vla, më tha 500 euro, do t'i bej të gjithë dhem, tha. Vetëm një dhem bente 1000 euro. Ky dhemi, më tha mua këtu. Se është me vite, kupton? Bravo, Nugo, bravo. Jo, shumë i që ke bërë dhëmbi. Po sa flet, o do pre, ka pir një 2 kafe, e vla dhe normalisht që... kam pir një shishe verë, vla. Një shishe me lukë. Nuk kam pir kafe sot se du të marrë telefon, po nuk pi sot. S'ke pir fare asë vizë? Nuk kam pir se nuk kam kontakt këtu dhe nuk dua dhe kafe sot se dua, se isha 5 dit pa gjumë. Tani thot njeri këtu ti profesor, unë pres kokën po të ka kërku lek doktori ty. Po këta janë, a jam Terezira vla, po pse qau, po pse babo Natale është doktori ere shoku, po sa njerës i vinë doktori këtu ere, po pse dhem pa lek do u bej doktori të shqiptarve Allah si me ndonë ti do më ntikue, tregon këtu që je shumë i dobët në biseda. A jam gabime profesor? Jore këtë drejtë. Po pse qa u bëj mua dhemi pa lekare? Pa i ka hallet e vetare, po sa shqiptar vinë këtu ere që vinë këtu mu takuej, di bëj dhem pa leka i bje që a i të falimentoj. Po nuk ben dhem bët njërës dhe këshua jo, lungo pa leka, se ka punë. E po kjo thot, ti thot nga gjenje neve për të marrë lekt. Tani, më falë, o vla, të bëj një pyetje? Ama u le çmimi 500, bende 1000, vetëm një dhem. Ja. Ma beret gjithë dhem e 500. Se ta thonë që na ke futur neve? Jo, më shpa, jo be. Ja ku e ke. Po pse a jesh, qa është a jesh dentistje? Ja, hape cik të ky doktori, ta hap cik dritën. Po marrë dhe se. Ta hap ku është, ku? Dhe se këtu. Ja, një sekund, prit. Doktori është nga Mitrovica. Jam të shpia. Ja, thonë këta që ja kanë futur unë, ka marrë lekt, ja ku e ke. Ja. Përshëndetje ju. Më ka ullu çmimin. Ti ja bere lungos. Po. Jo be, ja ku marrë veç materialin e ja ku marrë. Vetëm material. Për zotin. Po ti ja ke mbush me fjalë. Po, është dentist. Në Brazil. Se thonë njerëzit. Respekte drejt zoti. Na fut neve thonë njerëzit tu. Jo be që ju shë e. Po ne do. Duan të më nxjerri mua keq. Jo re vlla, jo ti e ke me fakte. Ma ka ullur, ja ku e ke. 500 euro, dhemi bete 1000 euro. Rujt zoti se ne bëjmë shaka se jemi TikTok, të rujt zoti mbare mirë, edhe shumë respekt. Biles. Respekt e rujt zoti. Na falë. E zgoti madhore, e s'na ka qedhe. Ka fut dhe të shtia, më ka dhenë dhe dhomën ku mban, dhome qupës vetë shkuar. Ja. Ore lungo, qa njeri u je,
i vetë e tjetrit është dentist për të bërë dhebi dhe përfundon darkë të shtëpia ti, o vlla. Çfarë robi ose E di çfarë thot doktori? o O doktor, shiko që gati themi që ti doktorit. Doktori më tha mua, doktor na fale. Mos am the rri sa duash këtu. Ja, rri me doktorin unë. A më the rri sa duash te shtëpia. Si e shikon lungon, pozitiv apo negativ? Mirë më shumë njeni mjeku ka ky luno. Ja, hajde dhe një lohet. Ja, ja, doktori thot, jemi pritu, po unë s'du ta bezdi se unë dua t'i le hapësirat e veta. Do ta ndes dritën. Jo, lere mos ashtu sa i po shikon televizor, valla. Lere, mos e ngacmo. Lere, respekte, shumë faleminderit për respektin. Shumë njeri pozitiv është, se ne bëjmë një shaka këtu në TikTok, lungo e kupton edhe. Po, Lere doktorin. po dham, ka dhenë shpinë, ka dhenë dhomën, ja. Ri këtu unë. Bravo, lungo, bravo. I bie që unë e kam gjakun e embël. Mo do pe, mos ashtu. Po mos ta kisa gjakun e embël unë, s'do më fuste profesori, doktori të shtëpia. Po, jo në mirë ka bërë doktori që të ka marrë, pra. Por e lungo, je pozitiv di kështu, po e lungo. Unë, Jeton vetëm ai. Doktori jeton vetëm ai dhe ti. Jo, është me nuse, po nusja ka ikur në shtëpi vetë me familjen e vetë dhe ky ka ka 2 shtëpi, nesër do vemi te shtëpi e fshatit. Te vila, ka një vilë me pishinë. Por e lungo. Por e lungo. Pas nesër do vini te banka, do ndani llogarinë në mes. Po çuna, na bëni like sa më shumë, jemi 1000 veta në live, na bëni çik like njerëz të mirë. Na bëni çik like edhe çik follower, se kemi ngellur si një fundit i majkanëve. Na bëni follow dhe ju profesorit Vetë do ngelen vetëm TikTok, unë shok e parandje. Qa? Do ngelen vetëm në TikTok, kam një parandjen, që do ngelen vetëm. Pe? Se di, po se di, kam një parandjen dhe prandaj botem na bëni follow, se s'keni ku na gjeni vend tjetër. Unë po them që me lungon do futesh gjithmonë ti. Dhe lungo, gjë një sekund. Unë e vetëmja gjë që kërkoj dhe dua nga njerëzit është respekt. Shembull, hyra me ty tani në live. O lungo, hyra me ty në live. Jam ulur në tavolin, po pim kafe. Po. Nuk mund të shojë mund t'ikin në tavolina se erdhi Hyseni. E kuptoj qa do thuash ti. Unë të kuptoj pa folur, se jam shahist. E kuptova qa... Si i bio? Unë nuk jam ashtu, vlla. Kjo më bezdis mua, vlla, e kupton. E kuptoj. Po, më mirë vetëm në njëherë se sa male accompagnato, i thonë italianët. Bravo, e giusto. Vetëm forcohesh dhe më shumë. Je të drejt. Te turma, shtot një fjale urt. Turma, prit, bie sasia e fuqis. Turma krijon sasi të ullët. Kjo është një, dhe sa vetëm është sasi e pastër. E fuqishme. Të sigur je vetëm. Te turma mund të shpërndahet dhe bie sasia. Bie dhe si flucka avullon. E drejt, lungo. E drejt. Ore, lungo, po miro, sot e njojt e doktorin, e? Jo, jata, do ta dish historinë e doktorit, si e njota. Si e njërë me doktorin? Unë ti profesor, jam me fat se mund t'ishe dhe një tjetër, dhe ti ose një tjetër, që kanë mbledhur në Amerikën Latine mund ta thrisin. Mua më kanë respektuar të gjithë në Amerikën Latine shqiptarët që më kanë ndjekur në live. Pse? Se kam parë lungon që është pozitiv, do të regoj vetëm një rast. Pasaj ta mbyll. Kur isha në Amerikë Latine, unë në Republikë Dominikane, unë shkoj në Kolumbi, një çun nga Kali më ndiqte që atje. Ky çuni. Ky ishte me ca shok, pa ata s'merrshin fare me TikTok, as s'u ndjente për mua për se kam punët e veta. Ky i tha atyre, kur erdha unë me deri, do ma bini lungon këtu, se ai kishte parë TikTok mua. Më kishte qef mua, ishte rob zoti. Ai dhe tani flas me te, unë jemi shok, jemi miq të fuqishëm. Shok, do më thënë, më do shumë muaj. Edhe, ky i tha këtyre tjere, do ma bini këtu lungon, mos më lini lungon pa marë, se më pan TikTok, më kishte lexuar muaj. Më kishte, e këpton, kishte kuptuar që njëri u ishte.
edhe po të ishte, disi më tha muaj, po të ishte në një tjetër, tha, nuk do ta mini fare ne, tha. Po ti dukse që ishte njëri pozitiv, njëri që edhe më morën edhe më dimuan. Kështu që mua këtu në Brazil e njota këtë doktorin me anë një shkodrani. Ky shkodrani më diqte mua, jeton në Rio ky. Ka 30 vjet ky shkodrani. Ky më tha mua do vesh te dentisti, tha se do të bëj dhemin, është njeriu mirë, ai më çoi këtu, ai shkodrani. E kupton? Edhe takova doktorin, tani mbas doktorit takova edhe i tjetër atje te ai çuni tjetër që më dha atje, që më dha kafe. Më ftoi dhe ai te shtëpia. Po dove. Tani, mua betja që lungua e ka gjakun e embële duan të gjithë profesor. Kudo që vete lungua, lëshon energji pozitive. Më kupton? Që je pozitiva dhe e dim. Po tani, o profesor, po ne s'jemi perfekt. Ne, djo mua, ne nuk jemi, do të bëj një pyetje tjetër tani profesor shumë inteligente. Se unë me ty dua të bëj mua bet tema, po do të po kenoj ta. Këtu më ke, nuk i gjore, këtu më ke. Po ata hapim dhe lojë, se unë du të bëj dhe në lek për hotelin. Në rregull, ta bësh në lek. Dëgjoj lungën. Futem sot me galën unë në TikTok. Edhe bëj lojë. Respekte për galën është vajzë pozitive, po. Shumë pozitive, e dua shumë, e kam gjanë, po dëgjoj të fortën. I thot njeri, o gala të bëj një pyetje, thot një, po bje për qeshur. I thot njeri, qa vote jep lungës nga 1/10? Edhe gala më thot mua, o lungë të jap 7, më tha mua. I thash unë, jo gala, i thash unë. Ti mirë bes e tis, po unë së të njoh të lungë. Edhe unë tregova jetën time në Itali për botën. Nësa unë jap vetes, i thash, po ti sa jep vetes, më tha mua. I thash unë 27. Më tha mo, pse? O gala, i thash unë 7 i kam pas për vitet 99. Unë, pse tha qa jeti? Unë i thash, mendoj se jam unik në prerjen time, mund t'jeme, zdo të thot që s'kam leke dhe s'jam i zgjuar. Për inteligencës flitesh. Flitesh për inteligencën. Inteligent je për qenë. Më falë. Jo, do thosha këte. Kur më tha gala 7, sot po e shikoj thash, po si 7, mo 7 i ka dhe bushi, a i bushi që me dele në Greqi. Qa ka i? Si 7 mua thash. Nuk e di, a i bushi, qa është a i, që ronë delet. Si 7 thash, unë jam të 27, po ti thash, 27 i thash, pse? Po s'do të thot që unë s'kam bërë lek, edhe unë kam bërë lek në jetën time, po s'do të thot që unë jam me bluze këtu, bretha me njerëzit i thash e ka nëndër të bredhin botën, ti më thua mua qa bën ti andej, po më thoshte njeri, ngele andej ti, tu bredh botën, vetëm në Shqipëri profesor ndodh, që shqiptarët bëjnë pyetje të tilla, qa bën ti andej pse bredh botën. Ure në Evropë si djon këto mua bete, evropianët marrin udhime me ratet bredhin botën, me keste. E kupton? Në Shqipëri thonë njerëzit qa kërkon ti që bredh andej. Kjo do të thotë që mentaliteti pak i dobët. Pse? Të bredhësh botën është një virti shumë e bukur, qa do me njeriu nga jeta. Për shembull, një miliarder, kur vjen fundi i vdekjes, që shkon 80 vjeç, qa kërkon? Kërkon të rinohet prap. Jo. Pa dhe në ata që duan t'i bjem bythës. Tani këtu ke të drejt profesor, tani e the fis bravo. Këte se kisha menduar unë, për zotin. Këte se kisha menduar vlla, për zotin. Është e vërtet vlla, ti bie. Ore lungo, nuk i ke parti që bëjnë orgjira ata që doli ajo e Amerikës? Nuk e Është e peti? vërtet vlla. Na lese na fute frikën vlla. Mos u bej, lungo, ngjitu deri në atë pikën sa nuk besh kurreshtar për çdo gjë. Po, e ke drejt. Kurreshtar po me limite, jo kurreshtar për të gjitha. Po qa bëhet vlla, këte se kisha... Me pak fjalë bashkëbisedimi me Galën të nxori ty me notën 7. Më nxori 7, po unë i thash Galës, po unë s'të njoh ty lungo, po mos e gjykoj njeriu pa njohur nga mjekra, pa lar. I thash o Gala,
Se në vitin 99 i thash, Lungua kishin qef të pini kafe njerëzit, Lungua rinde me palto, me bardesy, me benca, me gjera, britë e botën, se më tha njeri po ti s'ke lek. Po unë jam enciklopedi më vete, thot Don Butiku e. Pse? Jo, profesor. Jetë e njëri ka 3 faza. Nga 20 vjeç në 40, 40, 60, 60, 80. Nga 20 në 40, robi mëson jetën. Mundohet të mësoj të piqet me jetën. Nga 40 në 60, robi ben lek. O ben o s'ben. Punon që të bëj lek. Nga 60-80 betë si majmuni. Nuk shikon me, do vetëm të ri. Ore, mos do të haj banane pa qishin e. Pri, do ta shpjegoj. Ore, Lungo, që e hojnë kafsh tjetër, ore, seriosisht e këtë tje. Tani, Gala tha 7, tha mo, i thash unë me vete, ore 7. Po Gala po, ti më shikon më shu si palacho, po unë kam bret 105 shtetet botë, si thash unë. Kur isha në Itali, nga mosha 20 dhe 20, kam bret tërë Evropën, haja pia, jetoja jetën time, të tjesë dini nga binte Çekia, unë bridhja. Si me jep 7 mua, ti thashë, ti më ofendon mua. 7, si 7 më dha. 7 i merë dhe bushi me dele. 27. 27 e vlerëson vetën, e? Po, se Po mirë. Po ti, bere në vlerësim për, se nuk dua ta përmend me Galën e shire fundit. Ti Galën e vlerësove, masi të vlerësoj ajo ty? Tani, jo pak vla. Gala është bajzë e zgjuar, gocë e mirë, serioze, trupe mirë. Sot kuptova që me këtë shtaqen humbi ca pik me mua. Mos. Ore, po dhe 7-ën ta dha kështu me mika, po tha 7 dhe meriton. Se di vla. Se di profesor, pa ata be me njërë. Mos ka menduar se dilte keq, po t'jep të 19. Do shta mire kjeti. Pa mundësi. Se shtata më ofendon mua, pse se më mirë mos e jepje fare. Pse, profesor? Kur isha unë në klasë të tretë, unë isha i pari i klasës. Unë kam qenë njesh matematik, geografi, biologi, të gjitha lendët unë isha njesh të dalluarit tabel, në kohën e Laverit. E dyta, unë pse i jam vetes time 47? Tani ta shpjegoj me fakte unë. Me dokumenta, profesor. Te i jep vetes 47 pikë. Ta shpjegon Lunga me qetësi dashuri, po ti ke kota të gjosh bisedën bashkë bisedim. Kam kosa të duash. Atëhere, ta jap shpjegimin shumë të bukur tani dhe inteligjent dhe të pastër. Unë kam ikur nga shtëpia në moshën, kur isha unë në Topoj, në Seman, që ose këtë gjosh i fshat Topoj, Po. unë rria me çuna 45 vjeç. Qa do thot kjo? Çunat e mi çoni lop nga toka, mosha ime, 15 vjeçarët, rinin çoni lop nga toka, unë kam qenë kampion bilardo një. Bilardo, kam qenë i fort, i fuqishëm. E dyta, unë rria me njerëz më të mëdhenj se vetja. E treta, unë që në moshën 15 vjeç fillova të ndëroja të beja lek, të bridhja botën. Gjë 15 vjeç. Që 15 të ndëroja Belgjikën dhe Norvegjin. Po. Të tjerë se dini nga binte akoma në Norvegjia. Se unë shikoja televizor, dokumentar, se unë kam pas satelit 103-shin, plaku im, kam pas motor, papaq. Edhe 103-shin e? 103-shin, plaku im ka qenë i pari që ka sjell papaq në Topoj. Tani ta shpjegoj. Iki në Greqi 4 herë, i bie nga Leskoviku. 4 herë iki në Mikonos, më ka policia 4 herë. Isha 15 vjeç nga Kallabak, Trikalla. E bëra në kem në 94, 95-ën. Nga ke ikur në kem, një sekund? Kallabak, Trikalla. Ike nga Kallabak në Trikalla në kem, po pse si pen Kallabak ti? Po ja ta shpjegoj unë. Në Leskovik kemi ndaluar në Trikalla, ati kemi marrë kamionin në Kallabak që ikëm në Athinë.
Ke vajtu në Leskoviku deri në Kallabak në kem? 6 ditë kam lënë leshtë ande në për lumejnë për pyje. 14 vjeç. Tani. Po lungo, e diti që për ironi të fatit e kam bërë dhe unë atë rrugën? E mos u talë është i gremin atje poshtë që bie poshtë është i gremin, ra njeri atje iku, kur ishim ne ra njeri atje iku për lesh. Është edhe ai pylli atje që është një si Pyll, me gjemba. Bravo, me gjemba, një pyll që kalon salumenj atje, kalon salumenj. E lungo, po jam edhe unë aq i vogël, o lungo. Djoqi. Tani, ikën lungua në Trikalla. Gremina, po. E kapin. Një muaj brenda në Athinë, se nuk vajtan Mikono, më kapën në Athinë. Ku të kapën Trikalla, në stacion treni? Në Athinë, Sas Brita. Athinë. Një muaj brenda. Iki Shqipëri nisem prap me viza, la viza di Gjirokastro, me vizë si familjar, si quni ati tjetit me certifikat. Po e bukur është se unë Sas Bres në Mikono më kapin prap policat Sas Bres, 4 herë të kape Sas Bres, vetëm mua më ka ndodhur vlla. 4 herë. Thash nuk shkoj me, thash po iki, thash po ja fus në Itali. U betova me jetën time, tani të regoj historinë Italisë unë dy. Shkoj unë, me je plakut 200.000 drami. Do mi thyesh të mapot në firë, do mi thyesh ik me autobus tyej. I marrë unë i letë mapot me të kuqe, barë dhe kuqe. Ikën 200.000 drami të plakut ti me plakën pris një lek në fshat. Unë i lashte në makineta, në firë, të mapot. Ka qenë një që quesh mapot, ku ishin kompjutrat, ja bëllë e kompjutrat dhe tje? Unë e kam filluar që 14 vjeç. Nuk je i vetmi, kam edhe unë një shok që e ka filluar që 12 vjeç. Unë e të gjotë fortën se unë kam historit fuqishme, vlla. Tani, vete unë topoj do të lek plaku. Ri me thimorinë të depot e drurit, të depot e grurit në topoj që i ruan të njeri që unë i thimorinë a paloshin, roje deposh, jam në halë i thash unë se ku do mbytem i kam pris lek plakut. Rria me roja atje me te unë tërnatën. Plaku i përkonde qonin, ore ku e qonin firë. Mas 2 ditësh i thot kjo ore ik shpi, vete i shpi unë, fillon plaku futit raur aty mua me plakën, edhe depses maskara, 1 sekund. Do bëj mua beta po ke koma, për se kam, Vazhdore Luka, qa o ke? profesor, vete unë, jo se dregova gabim historin, kur ndenja 2 ditë unë, me atë rojnë, depo i ka në Itali, unë nuk vajta shpi fare se u zura me të shpis, po më shanin, ku jeto të raj, maskara qenë biqeni, iki unë nga Vlora me skaf, me lek borgj, skafisi Dimir të lek me list, me atë një dajës tim, iki unë të plepat, më falë, të ujftot në Vlora tje nisi që skafet, të tuneli. Ipi skafit unë isha 16 vjeç mos të kinjej. 16 vjeç, e? Jo, të la tregoj këte dometiku se tregoj gabim. Unë i vajta plakut, plaku filloj po më dhikte me vrap, të më rifte mua, në topoj, unë ja futa vrapit, se lasht më kapte, plaku se marrë dhe i shkop, unë ca bera, i ka dhe ja futa në Vlorë direkt me autobus, kur vajta në Vlorë, në Fier, marrë autobusin e linjës Fier Vlorë, aty takoj një doktor, shumë i zgjuar. Ky doktori, më thot mua qumë ku do vesh, më thot mua. Do iki në Itali, tha shumë se këshu do vras veten. Se shpis vete me se jam zën me plakun. Më thot ky mua, do të them, gjagji një histori, fjalë të urt, po ti do ta fiksosh te truri. Po i them unë, ma thuaj. Dëgjo doktorin, ishte shumë i zgjuar, ishte punon në firë doktori. Më thot mua doktori. Doktorët të zgjuara në përgjithësi, Lungo. Doktorët në përgjithësi janë të zgjuar. Tiko që më tha doktori, kjo do të përqej shumë ti profesor. Mos sikë që do mbytesh, ore do vdesi, thash unë kam i kanë të e Greqi, unë vdes, unë do ikin Itali, o bet nami. Fete unë më thot doktori, o qunë, ishte një baba dhe kishte një qunë, tha, ma tha mua ky dha. Po histori, për kohë të modës, është histori e vërtet profesor dhe unë nuk për shpif, unë betohem për plakon. Besoj, ore, Lungo, për besoj se s'ke arsye të shpifësh, ore. Tani,
Më thot ky mua, Po. ishte një baba dhe do ikte çunin e emigrim, i thot babaj, o baba, para se të ikësh, do të jap 3 këshilla babai. E para, Do be. Po. kur të bësh lek, kur të bësh me lek, kujdes nga shoqëria se do vinë do të servilosen të therë, i thot babai çunit. Kur të bësh lek, do vinë të lëpijet të therë. Atëre. Me i fjalë, kur të bësh lek do vi shoqëria do të lëpijet. Po, do të Me i fjalë, që njerëzit janë lëpirës. Po, djoj muhabetin, ta mbaroj. Po. I thot babai çunit, do t'jap 3 këshilla baba. E para, kur të bësh lek, kujdes se do vinë servilosen therë. Do të bëjnë shokun, do të rajnë shpatat dhe mbrapa, do të hanë kur ngele si pesh, do të zhduken. E para, i thot. Ma thot mua ky. E dyta, kur të pish alkohol, i thot mos pi jashtë, po pi mbyllur në shtëpi. I thot babai çunit. Pse i thot ky? Se kur pi alkohol, po që mbyllur, do thyë shtëpinë tënde. Po dole jashtë, do bësh budalli që mund të vritesh, mund të vrash njerëz, mund të vrasësh. Do më thënë, pi brenda. Ben qa ben e ben brenda se shef njëri. Me një fjalë duhet të pish alkool edhe mos përzihesh me njëri gjatë kohës që pi alkool. Po, gjatë kohës që ti ke një vesë, duhet t'jesh i fshehur. Mos shofi njëri dhe mos bësh rëmuja për veten tënde. E treta, po se mbajte këtë dënimi, thot babai, po t'le një litar këtu dhe hajde varu këtu. Tani. Ja la litarin gati ai. Da gati litarin. Këtu. Ikën çunin e emigrime, doktor, ti profesor. Ja ta ndezë një cigare, edhe ikën çuni. Fillon ai bën shoqëri, Allah vazhdon. Fillon bën lek, i afrohen tërë, hapi, fillon pi alkool, bën rëmuj. Europën gjithë geli pa lek. U bëhyrin depresion, robi. E këto bacak është... Ja morën lekët gjitha? Po, se shoqëria sot ti profesor, po ti kesh bën re, unë e kam kulluar në kurizin tim të, kur ke lek, kur isha unë firë që kisha lek shumë, që kisha nga 100.000 euro në çantë, 50.000 euro, kisha tufat me lek, më rafni kratë të tërë, likja është me i miri, likja është njësi, toshin për mua tërë të lagja kastriot ose topoj, likja është njëshi, lika është numër 1, është me i zjuri, ja beni njerëzit. Nuk gjeje një gjithë çante se ishe me lekti, dhe kur je me lek nuk qa njeri, vla. Se do nuk qa njeri kur je me lek? Të shajnë ata që sy. Prit se barova. Po falë se e thash gabim, e shpreja unë gabim. Jo nuk të shajnë. Po shumica, ata që ke afër të afrohen dhe nuk të shajnë, rrethi jotë vërdall. Të bëjnë qefin kot ata? Të bëjnë qefin kot, ti e me i zgjori, se normal se ti ke lek, edhe do të paguash, do hanë, do pinë, po që krom ashtë do të sulmojnë ata, po si dhe. Po ti jepë, po e ke zemrën e mirë, ti që rast të lokalin. Pikë. Edhe thonë ata ti e me i miri. Ti e me i miri, me i zgjori. Po kur mbaron lekët? Kur mbaron lekët je barbon, zoragji, nuk je i zgjuar, filloj, më dodhi mua kjo, së qa më dodhi mua? Po. Jo, folte ti po deshe flasin bised, bashkëbisedim. Tëre jo, ore vla, vazhdo, jam në regullum, jam dakord me ty. Tani, kur kalon të lumën topoj, kisha një audi unë, thoshin po kalon filani. Kur kalojnë atë ko? Ja ta shpjegoj unë, ishte një polis në firë një shumë i fuqishëm këquni, më tha mu e di qa thoshin për ty, tha se kam qenë unë veti kam gjuar, tha. Ishi 15 quna, po kalon filani. Edhe ja bëni kështu njerëzit, ja bëni kështu. Edhe gjo ta mbaroj tani unë. Ta mbaroj e ma beti këtu unë të kësaj të babajt. Vete quni, base do dalë aty unë të vetja ime. Vete ky paloshi, le tëra le ky, këthet shpi, thot të mbaj atët babajt, thot të mbaj këshillën e babajt. Vete ky profesor ve karigen, ve litarin, pa me zhytet, bje të avani plot me lekva. U be milioner. I kishtem babaj, ja kishtem mbushu me lek. Plot me lek të avani babaj qunit.
plot u bëj pasur, aty kuptoj vlerën e jetës ai. Që duhet gjosh këshillat e babait, familjes. Lungo, Më thuaj. po ti e ke varur veten te litari? Jo, ta shpjegoj dhe pse. Mua vjen gjuna për babain time, dua shumë, ka punua shumë, Respekte ta ruajt Zoti Lungo dhe pleqëri të mbar ju roj. se du me fol tani se Po le, më preke. Ja një sekund. prindrit janë shenjtë Lungo, prindrit shqyqy që i kemi. Ne jemi me fat që i kemi prindrit. E dua shumë e di pse. Më fati një sekund, se baba im ka punuar për ta mbajt familjen. Ka shku në Mikono, e kapi nervi, ngrinte guru, e kam parë vetëm Mikono, ngrinte bente mure guri, e kapi nervi një vit nuk lëviste nga krevati, e kapi një vit, ngrinte bente mur guri dhe disa gjunam vinte kur e shikoja. Edhe thosha gjithmonë me vete, do Zoti më vetë shkre kapsha veten, do ja plotsoj të gjitha të mirat qa ka kjo bot vend të hajt pi, të bredhi, të ketë makin, të i ketë të gjitha. Edhe se ma nëzore ma binte babaj, babaj im ka bërë lek nga të parë në Shqipëri, është njëri punëtor, njëri i mire duan të gjithë të fshat, po të pyet është to poj për Vangjel Gjergjin, e duan të gjithë, në firë, ku të duash ti, po ma gjithë e një që ta shaj, unë do ta mbyll TikTokun. E treta, unë, kur ka pa lek, se do dalë të Italia pastaj, ta mbaroj dhe këte dha. Kur ka pa lek, babaj timi ndodhe një halë i madhe, profesor. Ja engi lek Janica. Punoj shkreti ati, Ato piramidat. Po, punoj ande gjithë jetën. Qa ishin Kamberi, qa ishin ato, i la tëra, e dyta. Beri ca lek i futi në tokë, se s'dinte, se fshatari a i djela. Futi një, nuk e dija, 1 milion drami, futi në tokë, ato u lagën, u prishën lek. I futi nga Afrika, i kishte fshirë në tokë, kur veta unë shikoj plakën, i kishte nëzirë për tha lek që kishin betur atje, ishte bërë shpia vetëm lek të kapset. Ishin prishur lek tëra në tokë. Pastaj, kur zura lek unë profesor, unë babaj tim mirja, do më thënë, e mbaja si princ. I thosha, ore, do hash, do pish, do jetosh. Mos ju ullë një riu, i thosha, jetoj e jetën, se jeta është e bukur, se do ikim për lesh një dit, i thosha. Je 70 vjeç, ha pi, dil, jeto, jepja zemrës, mos shiko lekun, i thosha, se leku nuk është asgjë vete e vjen, po jeta s'vjen me. Edhe, më falë, edhe unë qa beja, i them, haj, kur ishte karantina, unë me plakun tim hanim dreka darka gjithmonë. Tera lek dit për dit, hanim dreka darka në ndej pyll. Më thot njeri nga firi milioner. Gjim Dervishi e ka emin, a i e shumë i njohur firë. Ka lokale, ka blok 13 me qera. Më thot mua, o liro, po nga i gjen këto lekar e vlla. Se unë hidhja vetëm video ti profesor, do bëj me i lojne. Ne, më thot ky Gimi, ore, po nga i gjen këto lekar e vlla ti me Vangjel, dit për dit dreka, 3 muaj rresht e ha pire, si duqja. Tëra lek deri në fund. Unë i thosha plakun me plakun ti. Unë plakun e kam si shok, kur vede Shqipëri, ri vetëm me plakun ti me asi tjetër. Prindrit i ke të dy lungot ja Po, të dy, tani. I blesh me jetë, po. Tani, plaku im të shkretin ka një problem, plaku im ti profesor ka pas një problem. Është më i mirë se mua, është qik më i mirë. Se nuk njeh djallëzin, se unë njoh dhe djallëzin, kjo është e bukur që ka mund që plaku se ka. Plaku im nuk e njeh, është vetëm i mirë. Edhe njerëzit e përdornin, e tallnin, mundoheshin ta tallnin. Njeriu e mirë. Tani, të dalun tani te Italia, se du me fol për këte, se e din tërë si e kam bajtu në plakun në zonën time, e din gjithë. Të tërë fshati e di që unë jetën që kam përru me plakun se kam bërë njeri. Unë e mbaja plakun si shpirt, edhe plakun. E qa bejo, 1000 lekë ja beja kështu me dorë. Fusja 100 euro unë të dora, gjeje ku është. Unë 1000 lekë borç në bankë presor, 2000 euro, 3000 euro të ju të kredit, kur s'kisha lekë. Kur shikoja plakun tim që ishte i stresuar,
që thoshte o babo, mu prish makina, o babo kemi borxh, i kemi njeri 200.000 lek. Unë shkoja te banka, mirja 5.000 euro, 3.000 euro, me kredi se u kisha bilardon. Edhe i jipja plakut 1.000 euro, 2.000 euro, i thosha vetëm mos të dëgjoj me. Ku i gjete lek, thoshte mu, i kapa loto, i thosha unë. I jipja 1.000 euro, 2.000 euro, i thosha, i ka dhe i drek me plakën, e mos të dëgjoj me, s'kam lek, ka i a i. Sa herë që plaku i më në shikoja, unë 1.000 lek, nuk e lisha kur në balë. Vetëm për t'i dhenë korajo, në mbështetje, se ata na kanë rritur, kanë vojtur, e kupton? Edhe... Po sot, kujdese që nuk ojnë, mon. Ja ta shpjegoj. Unë i mbaj gjithmonë prindë e mi, qerane bilardos ja le pleqve, 350.000 lek, 400.000 lek, ja le atyre, hani e pini, se e ke dhash me qera para një muj, dhash bilardo me qera prap, i marin ata të bëjnë qatë duan. Ka 2 pensione a ja pun, 200 plaka, 200 plaku i keni nga muaj, thashun, sa t'jeni gjallë, unë s'do u lem balë. Do të regoj dhe një rast tjetër. Me djallë ti u jep 750.000 lek në muaj. Po, lek pension, jap 2 pensione simbolik, që ti bëjt të ndijen të lumëtur. Po. Do thuash ti do të regoj dhe të fundit. Para ca vitesh, plake ime, se s'du me folë të mua bete këtu, ma hajtë për dhe të regoj. Plakun ti me futën për dritat brenda, u kapi i pari në Shqipëri. Doli te News 24 i pari në Shqipëri. Për dritat? Për dritat. Po problemi është që ishte fati im që unë isha plot me lek në atë kohë. Unë isha me çantën me lek. Ka viti? Në 2004 kur e mori Edi Rama, kur ishte ajo që e fitoi Rama votimet për herë të parë? Në 2004. Qa viti ka qenë quna? 2008, nuk e mbaj mend. 2013. Jo 2013, jo. Rama ka 12 vjetë pushtet ata. 2014, më falë. 2013. Unë isha në Itali, kur marrë veshun, 3 ditë plaku në burg në Fier. I pari në Shqipëri, profesor, u ka plaku im. I pari në Shqipëri. E quan spionat. Tani, plaku i për mos të nxjerrë elektricistin, ja futi vetes, nga që është robi mirë. Se ata i thanë, na nxirë elektricistin që lidhi dritat. Plaku im se dhorë, ti ai, se u kap dhe ai palatit, që kishte për palatin. Nuk ishte libreza në atë kohë, s'kishin dha librezat e dritave, se ishte kohë e Saliut, ishte tërë pa drita, ishte tërë vidhi të Shqipëria. Ka qenë tip praktike. Ishte kohë që ata i lidhi, po libreza s'kish dalë akoma. Tani, plaku i me hengri se ja futën. Tani, se ja pren dritat ditën më përpara, ashtu si ndodhi filmi. Plaku tim ja pren dritat. Vetë u shkoj dritat prerë, thot plaku. Ik lidhi, thamun, mere elektricistin, i lidh elektricisti. Ata ja futën e bën kastili që ta kaplin. Po. Tani, ta djosh historin. Por? Tani, dhe në televizor në news, kapet filani e shkur. Nise mu nga Italia, vete në gjyq, ditën e gjyqit, plaku im në gjyq, po unë s'po gjeja do të gjukatsin, ishte gjukatsi e futën brenda të një gjata i nga Fieri. Na thoni një emre quna, se do dalë të mua betja ti emri tendu që më the dije, qa ndi me më dha atere. Tani, nese, Nardi, e qoni Nardi atë, gjukatsin. Takoj Nardin unë thashtë të më thoshtë një 10.000 euro, këmë tha mua 1.000 euro, qa thot... Po në 2013, 2013 në vërë. 1.000 na 2.000, thashtë unë, 2.000, s'këm del të amja, 2.000, thashtë, o shoku, del plaku im në gjyq, kur shikoj plaku me pranga, unë për e bini polica, filloj me të qarë plaku, po ti këtu, tha, i thashtë unë qa po këti këtu. Qau se të pa ty? Po, se pa mua, s'pa i besonte. Se u tremba e la me pasoja burgu. Edhe del plaku im, po gjotë fortën ti, se s'maron kjo. E nëzjeri nga burgu, po gjotë fortën ti. Kisha apeli në Vlorë. Pse pati dhe apel masi doli nga burgu, a? Doli nga burgu, e qoja i prokurori e hodhi në Vlorë. Prokurori. E qoj prokurori prap në Vlorë.
Vemi në Vlorë, kërkoja unë 3 gjukaca, po ku kapen 3 gjukaca, re vlla? Sa ti ishin 3. Ishin 2. Ka 3 apel, ja? Ka 3 vlla dhe 3 doni një thes me leka ata. Unë kisha një 30-40 euro në çantë, mbaja aty, takoj një 2 çuna në firë, ta kërkonin këtë që thua ti, atë emri një thes dietit. E ditë fortën ti profesor? Si takojmë do vlla del në gjyq Vangjel Gjelgji në Vlorë? Po unë kisha bërë planin gati që ta mirja me makinë të dera ta mirja, ta ratisësh. Edhe i japin burga ta... E po lejohesh të dili atje, te dera. Kur i jepesh gjyqi, nuk të fustin brenda direkt ta. Qa bëra une, qova një gjyq plakun, e futën brenda. Një ta nëzirë plakun nga dera unë, se kisha rrugullu me ata unë atje, me gjukat, me avokatin. E marë plakun unë shoku, e qojnë Tiran, me furgon mikrobus. E qojnë te halla ime me një nga me Maliaj, a i quni. A ishte kërkim për vete, rini te halla ime të dy. Dhe